Artizanati mbetet një nga elementet më të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore shqiptare në qytetin e Gjirokastrës, i njohur për kulturën, karakteristike dhe traditat e hershme. Mjeshtrat e Gurit dhe Drurit vijojnë të ushtrojnë profesionet e trashëguara në breza. Puna e tyre kërkon përkushtim, durim dhe aftësi të veçanta, ndërsa çdo produkt realizohet me kujdes në mënyrë artizanale. Sezoni ka filluar i mbalje të thomi, kemi patur turista në të gjitha anët e botës. Turistët preferojnë pjesë të vogla që bëjnë të Gjirokastrës. Shqip po një Gjirokastër. Sot është dita e artizanëve, kështu që ne si artizanë jemi gjithmonë në shërbim të komunitetit Gjirokastrit, po meqense ndodhemi edhe këtu në pazarin Gjirokastrit që vizitohet nga gjithë bota të themi, urojmë që ky vit, ky sezon turistik të jetë i mbarë dhe ashtu të vazhdojë dhe në vazhdimësi ne japim kontributin tonë dhe përpjekjet tona në mënyrë që ata t'i kënaqim dhe të na rikthejmë prap ashtu siç do vi. Megjithatë, ruajtja e këtyre zejeve po bëhet gjithnjë më e vështirë për shkak të mungesës së të rinjve që dëshirojnë të ndjekin këtë rrugë profesionale. Sigurisht që ne kemi hasur dhe hasim vështirësi në profesionin tonë, sepse përballemi me shumë sfida. Sfida e parë është teknologjia, që duhet të përballemi me të. Po kjo varet edhe në dorën e, jo vetëm në dorën tonë, po varet edhe në dorën në mendjen, domethënë e njerëzve, e vizitorëve, e klientëve tanë. Të rinj që ofrojnë, po puna një orë, 2 orë, vinë ditë për shembull dhe pastaj quajnë si punë të lodhshme. Se faktikisht është një zanat i vështirë ki. Dhe nuk do vetëm prirje për të pikturuar, po do dhe qik durim që të realizosh ato pikturat që mund t'i vizatosh. Se tjetër gjë në karton, tjetër në gur t'a vizatosh. Shteti duhet të na përkraj pak, se dhe që i rati kanë quar që si shumë. Në ditën ndërkombëtare të artizanatit, mjeshtrat bëjnë thirrje për më tepër mbështetje dhe iniciativa që nxisin të rinj të mësojnë dhe të ushtrojnë zanatet që për dekada kanë qenë pjesë e historisë dhe kulturës së vendit.